Ndonse kalaja Drishtit nuk është shumë në vëmendjen mediatike sa i përket turizmit, faktikisht turistët nuk kanë munguar as në këtë mjedis miraviçar. Të paktën 1500 turistë kanë vizituar këtë vit, sqaron Aben Buhaj, i cili banon ende këtu dhe pret e përcjell turistë të huaj. Kretë mirë. Kretë. Jo ky vit, por edhe vite të tjera turista ka plot. Gjerman. Hollandezë Gjerman. Më shumë kanë qirë me dollar atje. Destinacion gjëna është me bedana në kalo. Edhe në shpela, edhe në kisha, edhe në mejtep, edhe në gjamia. Gjamia vjetër, ashtë në kohë turkët po, kisha që në kënë qysh në kohë bizantinme. I qaj, me i ba, na kanë tradisje, në shpia e mbaraktari po, me i prit njëzit, ku do si tjenë, të huje, të vendit, po kërët mirë kalojnë. Bile morrin edhe njerëz tjerë. Sa i përket kushteve, Buhaj thotë se për të prezantuar më mirë historikun, duhet nisur nga muzeu, i cili aktualisht nuk është i kompletuar. Shteti paktën një deqa për shembull që ti ja vlen marr turistat me po. Që është muzeu aty unë shoj kënë atje. Me morë me 3 kapuça. Muzeu duhet me kënë keramik, manell, shigjeta. Unë i kam vetë tana. Po, shpata, armë. Ndërkohë që rruga, furnizimi me ujë dhe energji elektrike janë zgjidhur, ajo që mungon këtu është akomodimi i turistëve. Me përjashtim të 4 familjeve, të gjitha banesat e tjera janë braktisur prej më shumë se 30 vitesh. Një projekt për rindërtimin e tyre dhe kthimin në bujtina është deklaruar prej vitesh, por ende nuk është realizuar, çka do të ndikonte ndjeshëm në zhvillimin e turizmit. Po, sigurisht po. Ju thoj 13 vjet më vonë me këtë punë. Unë e di se sa fluks ka këtu. Faktikisht, Drishti si fshat së bashku me Kalan është i përfshirë në listën e 100 fshatrave turistik të vendit, të përcaktuara si prioritare për investime nga qeveria shqiptare. Investimi për kthimin e banesave në bujtina mbetet hapi kryesor gjatë vitit të ardhshëm për ta shndërruar Kalan në një destinacion të rëndësishëm turistik vetëm 8 kilometër larg Shkodrës.